Asambleja Nacionale e Republikës së Slovenisë ka miratuar ligjin që mundëson lojën zyrtare të patent shoferëve të lëshuar nga Kosova, duke hapur rrugë për përdorimin e tyre të plotë në territorin sloven. Lajmin e bëri e ditur ministrja në detyrë për punë të jashtme dhe të diasporës Donika Grvalla, e cila cilësoi vendimin e tij hap të rëndësishëm për qytetarët e Kosovës dhe për komunitetin e madh të mërgjimtarëve që jetojnë e punojnë në Sloveni. Sipas saj, loja e patent shoferëve do të lehtësojë lëvizjen, procedurat administrative dhe integrimin e mëtejshëm të kosovarëve në këtë shtet antar të BE-s.